Dhjetra banor të Selitës, kryesisht nga komuniteti rom, protestuan gjatë paraditës para kryeministrisë kundër vendimit të INUK për prishjen e objekteve që preken nga projekti Unazës. Përmes megafonit, banorët i bën thirrje qeverisë të ndalë prishjen, deri në dhënien e plotë të dëmshpërblimit për shtëpitë e tyre. Banorët thanë se nuk kanë ku të strehohen, ndaj është detyrë e shtetit të rimbursojë dëmin dhe të garantojë strehimin për dhjetra familje që mbeten totalisht në mes të 4 rrugëve. Protestuesit deklaruan se nuk do t'i ndalin protestat, derisa qeveria të reagojë. Gjatë protestës, dhjetra persona kanë zënë njërin katë të bulevardit, ndërsa qarkullimi i automjeteve ka qenë i kufizuar. Pak metra më tutje, përfaqësues të shoqërisë civile kanë nisur një protestë 40 orëshe kundër qëndrimit të qeverisë për heqjen e fashës mbrojtëse të energjisë elektrike. Protestuesit akuzuan qeverinë se po e varfron popullin përmes gjobave, shtrëngtimit të energjisë elektrike dhe naftës, si dhe rritjes së parashikuar të taksave vitin e ardhshëm. Personat në protestë i bën thirrje qytetarëve të Tiranës dhe jo vetëm që t'i bashkohen tubimit të tyre, i cili përkon me 1 vjetorin e protestës mbar qytetare kundër armëve kimike. Protesta e shoqërisë civile është parashikuar të zgjasë 40 orë, nga ora 11 e ditës së sotme deri në orën 17 të pasditës së nesërme. Të dyja protestat janë zhvilluar të qeta dhe nuk raportohen përplasje me policinë e shtetit.